Kisha 1200 vjeçare e zbuluar këtë rastësisht teksa hapnin themelet për ndërtimin e një kishe të re në fshatin Dervend të rrethit të Krujës, është lënë në harresë të plotë nga instancat shtetërore. Kisha u zbulua në 3 dhjetor të 2006 dhe fillimisht nisi puna me mbështetje të organeve shtetërore për hapjen e mëtejshme të mureve të kishës 1200 vjeçare, ndërsa sot punimet janë ndërprerë për mungesë të fondeve. Një misionar italian, Don Carmine Leuzi, i pranishëm në Krujë, cilëson këtë situatë mjaft kritike pasi objekte të tilla, sipas tij janë shumë të rralla jo vetëm në vendin tonë, por dhe në rang ndërkombëtar, ndaj bën apel për më shumë mbështetje dhe për mbrojtjen e ruajtjen e këtyre vlerave të rralla kulturore. Nëpërmjet autoriteteve shtetore ne kemi bashkëpunuar, por tani nuk kemi mundësi për të vazhduar pse kemi akoma probleme ekonomike për kisha e re. Për 2 vite kemi bashkëpunuar edhe për shpenzimi. Mas 2 vite ka mbaruar financimi e ne nuk kemi mundësi për të vazhduar. Në këtë kishë janë zbuluar piktura dhe ikona të rralla, ndërsa i vetmi investimi kryer nga vetë kisha është një çati prej llamarine që nuk shërben as pak për qëllimin që është ngritur.